Dhe ta shtu Por dhe se djathta është e për qapu, është e shka për delë. Po, i e diron. Po që po do me thonë, nativ ka afru një situatë të tillë e cila... Qëndrëja, lezha, apet... Ja ka mundësu me qenë e dytë, është edhe një faktor tjetër. Shqiptarët harrojnë shpejt. Sepse, për shambull... Këtë popit po harrojnë, që ne që shpejt. Na pak ma shpejt. Këtë harrojnë. Probleme, se... Që edhe Gjermant kanë harrojnë që i ka shliru Amerika që tash. Po, na të paktën, shiko, me se për shumë si Shkodra, si Lezha, tu ku kanë përritu terrorin komunist, ku janë diskriminuar mbi bazën e përkatësisë regjionale. Pra, në Shkodër... Po, kështu sa ka fitu e majta, edhe nëse ka fitu e, po mëndoj, Shkodër janë të kusur kanë fitu e... 5 mandate me 4, 5 i ka Berisha, 4 i ka... Qka po thëmë? Edhe Lezha është aty, pra 4 mandate i ka PD-ja, 3 mandate, 1% Vot proteste njifet gjithandej. Kështu që kjo mund t'jetë vot proteste për atë që nuk i bëhet djatha. Apo ja, si që ka qenë për të majtë... Po, gjithë dy bashkë, edhe Lezhës edhe Shkodrës udhëheqin nga socialistët. Dibran partia joti i ka fitu 1%. Njaftë, shumë ashtë. Duket veç Tiranë, pra, Lëvizja Bashkë i ka vetëm Tiranë, Arlind Qori i ka vetëm 1%. Një mundësi për me bo një krisje të vogël në sistem, edhe kur i the batonit që këta të rritë nuk po mujnë, të më dhe nuk është qështje mosha, nuk është mosha i vetëmi faktor, se me thonë të rritë edhe partit e reja, sidomos Lëvizja Bashkë për cilën simpatizojnë, nuk ka strukturë si PD-ja, nuk ka financa, dhe më dhe nuk është një pamundësi për më u fut në mënyrë që u fut, asë nuk ka, dhe më thonë PKSZ nuk ka marrë asë një fond, për shkak që nuk ka qenë ma herët e përfshime, dhe më thonë. Kështu që është një krisje e vogël me nëjën, një lloj sinjali që nështë ta diçka në të ardhmen mundet me ndryshu, për faktin që këto 2 taborët e mëdhat dhe po duket që veç njëri mbetet mos janë më as 2 tabore, po isha të thonë Leo që unë pe djesë shumicën e ditës kom përcjella ma dhe ma herët fushatën. E para është që në përgjithësi ka mungu një lloj oferte konkrete për çështje të brendshme dhe çado që lidhet me premtime elektorale. Edhe kjo nështë ta, thonë edhe që ato emisionet të fundit e Edi Ramës prakull shumë ato nivellet e ofendimeve edhe cilësimeve. Kjo një lloj arrogancë që nuk është që se kemi pa, po kur qeveris për 3 mandate dhe e synon të 4. Po, mandej botë e tepër, dhe kjo nështë ta ka pas një lloj synimi që zë e përmeni për ndohet Valioni, po shihet që pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë e ulët. Unë besoj që pjesëmarrja ulët në zgjedhje shkon në favor të PS-s për faktin që e run një lloj kohezioni edhe prej asaj që u raportu edhe prej asaj që vetë kam qenë në dëshmitar, nuk është rasti izolum çështja e patronazhistëve, po unë për shembull kam qenë monitorues në zgjedhje vëzhgues në zgjedhje të lokale në 2023 në Tiranë, edhe ekziston praktika shumë e shprehur në patronazhizme që një X personi e ka një listë e thirr X lagje, X qendre votimeve. S'është ilegale që pse bën Jo, është deformimi vullnetit të qytetarëve, ata e njën si lloj presioni. E para e ki administratën. A se partit në Kosovë për shembull? E ki administratën dhe me 100 administrata tjetër. Po patronazhistët, nëse thënë për shembull numra telefonit këtë partit kanë që edhe kur je në pushtet, edhe kur ki leverage kushzim ndaj tyne, që atëherë vullneti i lirë vjen shprehje në një shoqëri demokratike. Po çfarë Leo? Aty është në Shqipëri nuk ka vullnet lirë. Shqipnia është vend thellësisht i korruptum. Edhe Edi Rama e ka këtë përgjegjësi. Edi Rama e ka në bazë të aferave korruptive. Erion Veli ajo është për shembull në burg, drejtorët e tij janë në burg,
të tjerët e të tjera, dhe më thonë në Shqipëni, me që sistemi funksionon, që ishte në burg, me që sistemi po, dhe lideri është i paprekshëm, po pra, se ata nuk kanë lidhje. Dhe me që Shqipënia është zhvillu aq shumë, 400.000 njerëz e kanë qu për 4 vjet venin, dhe 43% e të rive dhe në me ikë për venin. Për zhvillimin ekonomike kanë ata, se nuk e kanë për jekive. Po ashe ka shumë dhe Grecia dhe Italianë. Që kjo është veni i paradokseve Shqipënia, a ki poti kullat në Tiranë, kullat në Tiranë, që është në dërhyni, se si vëllë, kullat në Tiranë mushkan kuks atje. Që kjo është veni i paradokseve. Se ti, dhe më thonë, ki kullat që s'mujnë me i ble njerës aty me banu, ki korupcion, ki oligarki thellësisht që kontrollon çdo pore të jetës atje. Dhe Edi Rama, kur hin me patronazhist, kur hin me administrat, 180.000 veta, çajo të kallxon. Çajo të kallxon që Shqipënia në çfarë gjendje dhe në çfarë drejtë ka. Po, kjo, Leo, tash duhet për me qitë si përfaqe këto, me pas një lloj kundërshtie. Dhe për me pas kundërshti duhet opozit. Dhe me që nuk ka opozit, dhe Sali Berisha është figura asaj opozite, kjo ka me vazhdu për një kohë. Ki pas të qorin, e ki pas shehun, e ki pas lapajn edhe Shabanin nëse nuk ka bëj. Pa mundësi, Leo. Tom Dosh i ka marrë sa këtë këta. Po veç presa është aktiv në politik, presa Tom Dosh ma shumë se sa struktura ka Kur të shtrojnë të rritën asfalt, thënë, keni po asfalt. Kur shtrojnë asfalt, thënë qyre me mushka. Do të me pas edhe kush me gëzua në asfalt, edhe kush me jeca në asfalt. Edhe ato kula kundërtën, do të me pas kush me banu ato kula. Materiali zgjedhor për një zonë të Kuksit të shpërnda me tereni vrashtë, 2000 vjetë veç edhe në pas të regjistrimit për policisë nga 400.000 veta janë persona qytetare më parë. Edhe shihet që struktura e popullsisë është në plakje për shkak të ikjes, struktura e votuesve po ashtu 90% e pashtu një statistike pensionistëve që kanë votu, e tjera. Leo, këtë kontradikta shoqërore tashun do të me ekzistu një opozit që i qëtë si përfaqe, do krisje të reja mrena këtij sistemit ka nisë me ndodhë, unë shpresoj që është shumë shpejt. Aja ishte një grithje. Edhe buhet, edhe krisja buhet qarja jo. Së shpejti do buhet qarja e thellës. Aja është dollë për filmave Bardëzik si ja, shekull vitet 1970. Mos ja keni kështu frikën se është i parëndësishëm, me siguri nuk bën kur ata komunistët janë ide e mirë se që ka 3% i mëve. 100 metro kur 7.000, me siguri nuk Dere përqen që ku mbore parti komuniste. Që ka ona e. Ka marru një palat me bustin e ti. Për të vetën parti që pat aktivista për Kosovë që shkun me ndimu, ke bashk i që përja kalzoj të me ndimu ditën. Leo, puna e magarit ose gomarit që i thënë këta, në veri, mushk. Ambasadori rës vjen për Beogradit, me njerë mas pavarësisë Shqipnis me kërë kuale. Si në ata filmat e në Torit 2. Edhe bën 2 javë ditë, dhe me thonë, pej Prizrenit, që më rrimë Prizren, atëre Kralevin ose më rëtë një... Kur para 200 vjetë? Një mjetë, në 113 për flasë. Kur ambasadori parë rës, vjen Shqipni me shërby mas pavarësimit edhe administratës parë pavarër shtetit shqiptarë. 1913. Edhe kur herë ambasadori me kërkuole pej Prizrenit në parasit, pëse vëm keni rajtë, ja bën aty në rëzve tjerë që i ka pos me meti staf, me themelu misionin diplomatik Tiran. Pëse më rajtë, thët që Shqipnia ka që vëgën. Thët këtë koka kudra, kështu thët, që me bom me hekoros, thët këtë koka e modhës o Rusia.